E lidhja jonë me Allahun është që ke fej. E kur t'ja qënë Allahu dikuj që të udhëzim se levet, është ligji Allahut. Është ligji Allahut që kuj t'ja qënë udhëzimin, Allahu ka më konë me të. E Allahu i lartësum mrekullit, i ban jashta ligjeve të cilat i kop mendja. Ndodhia e Isras dhe Mirajit është komplet mrekulli. Te mrekullit e Allahut nalet mendja. Nalet. Qysh erdh Ademi a.s. Qysh është nini Allahu shpirtin? Mrekulli. E ligjet e natyrës, këto është ka ta merr mendja. Mon, që i kemi kuptu me mendje. Se zjarri djek dhe pas gjithë këtyre Allahu po ja çon ngushëllimin. Edhe po i don me i tregu Allahu i lartësuar se krejt bota, krejt njerëz të tokës më të lanë, Allahu nuk të lën për arsye se Allahu të ka dërguar. Çish ka mundsi Allahu me dërguar një njeri pejgamber dhe me lon vet, ose mos me lon pa mbrojtje, pa mbështetje. Kjo është e pejgamber të Allahut, ndërsa te muslimani që duhet me marr këtu një mësim shumë të madh prej kësajna, është se nuk ka mundsi. S'ka mundësi që Allahu m'ia dhon dikujt të udhëzimin edhe me lon vet. Që atë që e ka udhëzu Allahu, e ka bë musliman, hiek, lodhët, persekutohet, fyhet, shohet, njolloset, pengohet, rrihet ndoshta nga njëherë prej dikujt. Mirë po Allahu nuk heq dorë prej tij se e ka çuar udhëzimin, e cila është lidhja e vetme e robit me Allahun. Me Allahun as kemi lidhje farefisnore. Kërkush nuk e ka doj, ose mik, ose në i farë lidhje tjere farefisnore Allahun. S'ka Allahu lidhje farefisnore me njerëz. E lidhja jonë me Allahun është që ke fej. E kur t'ja qënë Allahu dikuj që të udhëzim se le vet, nuk e len vet. Qysh si kalon pejgamber të Allahut, nuk e len edhe muslimonin vet. Vetëm se në duhet me shiku her pas here, me rishiku lidhjen. Mas ka fillu mos bej, a është hëllu shumë, ka nevoj më trash, mas po këputët kjo lidhje, ama për ndryshe bendo pa as një fije dyshimi se Allahu nuk ja qënë udhëzimin dikujt edhe me lanë ndërt njerëzë pëstaj. Edhe me largu për mshirës vetë, ose me hiqë dorë për tina s'ka mundsi. Është ligji Allahut. Është ligji Allahut që kujt ja qënë udhëzimin, Allahu ka më konë me të. Për ata pojenta është apo udhëzohet njeri, muslimoni, apo i kthehet udhëzimit, edhe apo punon ato që i ka thonë Allahu, për ndryshe Allahu si hiqë dorë pastaj prej tina. Të ndërum vëllezër, ndodhia e Isras dhe Mirajit është komplet mrekulli. Madje dhe gjitha elementet e saj janë mrekulli. Po edhe vetë koha në të cilën ka ndodhur është mrekulli. Kjo për me i tregu njerit se kretë që to që keme i dëgju rreth Isras dhe Mirajit, nuk duhet ma muslimani me thonë s'po ma mërbenja. Sepse këtu nalet mendja. Te mrekullit e Allahut nalet mendja. Nalet. Qysh erdh Ademi a.s. Qysh është nini Allahu shpirtin? Mrekulli. Qysh lindi Isa a.s. pra pa bab? Mrekulli. Ma mërmenja s'ta mërmenja, te mrekulli Allahut s'ka kështu. Qysh zjarri nuk e djegë Ibrahimin a.s. që zjarri djeg, qka ti qeq? Gjonat që i djeg? Mrekulli. Qysh deti u qa edhe nuk u përzike uji edhe u bo rrugë dhe Musa a.s. ka lejnë ta? Mrekulli. Se ka mendja, ama është mrekulli. E Allahu i lartësum mrekullit, i ban jashta ligjeve të cilat i kop mendja. Që ato ligje që i ka bë Allahu në gjithësi, ligjet e fizikës, e ligjet e natyrës, këto është ka ta merr mendja. Mon, që i kemi kuptu me mendje. Se zjarri djek, uji është i ftoftë edhe të fundos, lëshon, nëse të shtin peshkuj balena në bark, tret minëherë ajo thartira e lukthit balenës, krejt këtu janë që ka na i merr mendja. Sepse janë ligje. E kur i thënë ligjet Allahu i lartësuar pastaj deli për te asaj që ka merr mendja njerit. E kështu që te Isra edhe te Miraji s'ka këto po më merr mendja. Sepse e shohim që masi vjen pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Isras dhe Mirajit, në Mekë disa musliman fillojnë të pak dishin, po fillojnë me dyshu pse s'po na i merr mendja. Mirë. Tham që është mrekulli, çdo detaj e Isras dhe Mirajit është mrekulli të cilën Allahu ja ka sjell pejgamberit alayhi salatu wasalam në momentin më kritik, në momentin kur gjithë ja kanë mshel dyrt, në momentin kur gjithë po dojnë me vra, në momentin kur edhe shokët e vet, edhe njerëzit e afërt, edhe dashamirët e tij s'po mundin me mbrojt. E Allahu ja ka sjell mrekulli për me tregu që unë të dashurin tim, pejgamberin tim, po dhe besimtarët mas ti, nëse janë me mua, unë i nxjerri edhe në momentin kur mendoj njerëzit se s'ka rrugdalje. S'ka rrugdalje, Allahu i ban rrugdalje.